Përshëndetje të dashur televizionistë. Unë jam Ismail Baxhaku dhe ju pëndiq në emisionin Kos Tek Tok. Në këtë edicion të Kos Tek Tok kemi me diskutuar lidhur me menaxhimin e ICT-s, projekteve, startupeve dhe gjitha këto. Me mua në studio kam kënaqësi të jetë Gëtuar Krasniqi për të diskutuar për këto tema. Gëtuar, faleminderit që pranove ftesën për me qenë pjesë e emisionit. Faleminderit shumë për ftesën, Ismail, është kënaqësi jam e marrë dhe me diskutu me folë sa dhe pak për sektorin ICT-s, pak edhe për vetin e pasë qysh kemi ardhë dhe këto dhe qa kemi me bo në tarnë. Gëtuar, faleminderit edhe njëherë dhe po filloj me pyetjen e parë se kush është Gëtuar Krasniqi dhe si ka qenë rrugtimi juaj i shkollimit, pasi që edhe keni mbaruar edhe një studim me master në Amerikë. Po, unë jam Gëtuar Krasniqi, jam i lindur në fshatin e Blanicë së Leshanit, që është në komunën e Pejës. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kom kry në fshatë edhe në Pej. Dhe pastaj kom vazhdu me fakultet në Universitetin Amerikan Kosovë, ku kom përfundu menaxhiment, ekonomi dhe masanej kom vazhdu me një burs në Shtetet e Bashkume, në San Francisco kom kry një master në biznes. Edhe kjo është një rrugtimi në shtaj shkurt dhe i tash që shme thonë i edukimit dhe pastaj kom vazhdu me punu me venture up dhe me disa organizatë. Në cilën periudhë kohore ke mbaruar studimet në? Në 2015 dhe 2017 kam qenë si pjesë e një projekti që ka qenë i mbështetur për USAID dhe qeverisë Kosovës, ku janë dërgu shumë student për Kosovës me bon master dhe me marrë certifikata profesionale. Gëtuar, unë e pash edhe CV-n tënde, faktikisht që atë kohë, 2014 ke filluar vetëm me proceset e startupeve. A ka mundësi me na treguar se si ka qenë kjo rrugtim? Po. Atër 2014 fillun disa, më duket, organizata që bajshin disa projekte tilla, ku theshin studentës e tri me afru marrë me në ide inovative. Din vitin 2014, si pjesë një programit UNICEF-it, ku patëm apliku me një ide me disa shok për një platform, u thërkejka tonë ka qenë për me bosi një lloj platforme të fermierat vegjel, ki parasysh ta fermierat që dalin rrugë, që shesin pak qumsht, pak naj kep, naj hudër atë. Mirë po, s'podin ashta ka qenë shumë heret pak për digitalizim, ende ka sfidat të tilla me digitalizu këtë pjesë, unë në prapë aktiv deri dikun këtu, po nuk patëm ri në atër fillimisht me marrë shumë përdorues edhe ashtu, po ishte një organizim i mirë, ishte interesant, më thonë, se patëm fillu atëherë këto nismat për startupe, për ide, për trit marrë me zgjidhje inovative teknologjisë. Gëtuar, shkollimi juaj sa ka ndikuar dhe sa ka ndikuar në përmirësimin ose në zhvillimin e këtij sektorit? Po ka ndikuar shumë, për shkak se, më thonë, fillim në Universitetin Amerikan, kur kam qenë atë kam pasur mundësi të ndryshme për angazhimit ekstrakurikular, do të thonë përveç asaj edukimit që merrshim brenda, ka pasur mundësi si student me marrë pjesë në kësi të tilla që me mujt pak me zgjenu që thonë horizontin, edhe me kuptu gjona tjera, kështu që kjo ndikoi jashtëzakonisht mirë për shkak se domethënë këto mundësi, këto angazhime më dhanë mundësi me pa ma shumë se çka mundem me bo me një master jashtë shtetit, ku aty përveç prap vazhdova një të gjatë, do të thonë me aktivitete ose me punë praktike, me punë vullnetare, sa isha atje me pasë se qysh funksionon ekosistemi i startupeve, tash ki parasysh në Silicon Valley është pak më ndryshe, për shkak se ajo është ajo djepi inovacionit botnor, po mundësia si studente dhe mundësia si vullnetare dhe me punë me u angazhu dhe me punu me njerëz të cilët ishin ty udhëheqën inovacionin, dha mundësi pastaj që kur u kthym Kosovë, ku në vitin 2017 e përfundova ata dhe fillum pastaj me punë vullnetare fillimisht në Venture Up, që është qendra e inovacionit dhe ndërmarrësisë në Universitetin e Prishtinës, ku fillimisht u angazhuam, do thënë, si të kthym prej projektit që e përmenda më herët, ku pasi u kthym Kosovë, do të thonë kishim atë pjesën me ndihmu me institucione ndryshme. Edhe aty pastaj fillu me implementu ato njëjtat që mësuam në shkollë, pra që ishte kjo pjesa startupeve,
fillimi një inkubatorit për student me ardhë me shprej. Më thonë ato që mësova më herët tash ka dalë ty ardhë me implementu në Kosovë. Projekti Venture Up, çfarë aktivitete ka? Çfarë është roli ose qëllimi kryesorit? Fillimisht kur është nisë inkubator për startup për ide të reja, mirë po ka ofru fillimisht edhe trajnime pa pagesë për student. Nuk kanë qenë trajnime kështu që vjen 3 muaj edhe që me thonë, i zgjeron ose i thellon një urit me një drejtim, po ka qenë 4-5 ditore ku studentëve pak më dhonë një mënyrë tjetër të mësumit, pak ma, që me thonë, hands-on, ma praktik. Edhe më vjen mirë për shembull që sot shoh shumë studentë që kanë marrë pjesë në këto trajnime ku janë profesionistë të shqumë çasaj lamie themi në këtë rast. Kjo ka qenë, po pastaj kam vazhduar me shumë inkubim me shumë startupe, ka qenë 5 ose 6 programe që shpesh në ka rratë njëtën kohë nështë me menaxhu. Ka pas ide të ndryshme, janë inkubu startupe interesante, të cilat kanë pas ose nuk kanë pas sukses në treg, varësisht prej kushteve të ndryshme ose sfida ndryshme që ballafaqohen në Kosovë. Duke marrë parasysh edhe faktikisht ide tua të hershme, ju keni vazhduar edhe me Udh, një platformë e cila është shumë e shpërndar kohëve të fundit. Gjithashtu edhe Food Store. A ka mundësi me na tregu veç për secilin nga këto projekte? Po Udh ka qenë një nismë ku jemi taku ka qenë 2 studentë atëherë në shkenca kompjuterike në Universitetin e Prishtinës që kanë dashur me nisë një platformë për ride sharing apo për s'po di ç'më thon mas mirë në shqip me për këtë adekuat i bën mi ndar rrugën prej një qyteti në qytet tjetër, keni një karr udhton shpesh edhe ki 2-3 ulse që mundesh me marrë dikan me veti edhe ashtu është fillu pastaj po ram në pajtim që nëse ndës ka një aplikacion të tillë ose nëse nuk ka diçka që është, është shumë jo formale për shkak se njerëzit dalin në rrugë dhe presin ose nuk ka ndonjë zgjidhje të tanishme, atëherë të fillojmë me një komunitet, fillu një komunitet në Facebook, një grup në Facebook ku shtum shokë dhe shoqe të cilët kishin mujt me këtë cilët kishin bërë shërbim të tillë dhe fillim ka qenë ta simulojmë çatë shërbim me një platformë ekzistuese dhe pastaj ta shohim nëse me të vërtetë po ka kërkesë ose po ka nevojë ta përkthejmë me një aplikacion i cili pastaj ndodhi ajo, kur hap grupi me një periudhë shumë të shkurtër u bën 30.000 antar. Edhe pastaj ty e përcjell çat lëvizjen ty e përcjell çat sjelljen e përdoruesve, bëm një aplikacion që u fokusu me bosh shumë i thjeshtë, shumë shpejt me mujt me bosh zgjidhje dhe ende është në përdorim, është themi që më thonë është një aplikacion që i bën bashk ushtarët dhe shoferat, ku takohen bashkë aty dhe shohin në kohë reale si kush është të shku për një qytet tjetër nëse është, si nevoja është si një alternativë mirë për me shku për një qytet tjetër, po varësisht sa ka njerëz, në kur që ne ofrojmë taksi ose diçka tjetër, kjo është e bazuar në komunitet, pra njerëzit që ofrojnë për vetit. Ka qenë eksperiencë mirë për shkak se kemi pa që nëse bëhet diçka që është në bazën komunitet dhe që ka kërkesë komunitete ka jetë gjatësinë e vet, e mojnë gjallë njerëzit që të përdorin, pra është kërkesa që mos që njerëzit e shohin atë vlerën edhe ne jemi në atë mes ku po mundëm me ofru që të lidhse mes kërkesës edhe ofertët. Këto arë fillimisht ka qenë për Kosovë, kjo si shërbime tash i kiti zgjeneruar duket për Shqipëri, Maqedoni, Malëzie, gjitha këto vende. Përdorues mundën me zgjidh shtet Kosovën nëse në Shqipëri, Maqedoni, më shumë ka përdorues në Kosovë realisht. Mundën edhe me ofru nëse jem të shkon diasporës së jashtë, zakonisht verës ka më shumë, po jo as numër të madh, se edhe për diasporës, dikush që lëviz shpesh ose që ka një ulse ose diçka të tillë. Mirë po, është që ky transport është i mbuluar mirë me autobus, mirë po na jemi një lloj alternative se kanë njerëz s'ka autobusa vonë. Po. Ose kanë njerëz s'ka ditë deal ose diçka të tillë, kështu që ofron çat. Një plotësimi i kërkesës që është në treg. Është shumë interesant si platformë.
lidhur me Food Store, ka mundësi me na tregu edhe Food Store se Si pjesën e projektit me cilën kam punuar me Fondacionin e Shell, ka qenë krijimin e aplikacioni ku njerëzit që, domethënë ose bizneset cilat janë zakonisht në biznesin e sektorin e ushqimit, nëse ju mbet diçka nëse mbet, domethënë diçka që është gati tu gjujt, me pas një mundësi një aplikacion, një vend ku i vendosim për shembull, thotë hey, kam mbet një picë, e cila tash gati është mu gjujt edhe ndoshta me bën një çmim të ulët që njerëzit mund me marr. Ka pas fillimisht, ka pas sukses, është lancu mirë, po pak problem me organizatave qeveritare me fillu startupet e tilla, për shkak se vjen një lloj, ç'më thoni, biznes ose diçka e tillë me majt gjallë. Ato pa më parasysh sa është qëllimi i mirë, është pak sfiduese me majt diçka gjallë nëse nuk ka një anë biznesore ose nëse në biznes nuk kanë investuar në atë. Po këtu deshta me dalë gëtuar, se cilat kanë qenë sfidat duke marrë parasysh gjithë këto aplikacionet të cilat i ke. Sfidat janë shumë në Kosovë, tu fillu prej ose nashta ajo pika kryesore gjithë e përmenin si sfidë në botën e startupeve është qasja në fonde. Në Kosovë vetëm fondet që ekzistojnë për startupe kanë qenë këto përmes donatorëve, domethënë që nuk është marrë përqindje, po është dhënë vetëm një grant ose diçka tillë. Këto kanë qenë shumë të vogla, shpesh tash për një se varet në cilën fazë të zhvillimit të startupeve jemi, shumica e startupeve deri tash në Kosovë kanë qenë domethënë të vogla, 3 ekipe të reja që kanë pas nevojë përveç fonde, kanë pas nevojë shumë për këshilla të ndryshme. Disa kanë mbijetu, një pjesë e madhe nuk kanë mbijetu. Nuk është një diçka vetëm që në Kosovë nuk mbijetojnë, po në botën është 7 deri në 9, më thënë 7-9% e startupeve nuk mbijetojnë më shumë se sa një vjet ose 2 të mbijetesës. Në Kosovë sfidat janë të shumta, thash qasja në fonde, për shkak se qasja në fondet jashtë është pak më sfiduese nëse jemi pi Kosovës, tash ka probleme të ndryshme, tu janë nispi pagesave e tjerë. Mirë po çështjet që unë nuk mundem i zgjidh ose që nuk mundem i zgjidh individualisht, po bashkërisht. Tjera sfida janë se ndoshta një sfidë është që jemi, ç'më thoni, Shteti i vogël edhe nuk kemi shumë hapësinë me testu audiencat e ndryshme, e kemi një audiencë homogjene që s'mund shumë me bë testime të ndryshme për zgjidhje të ndryshme, mirë po ka dhe mundësitë e veta, për shkak se me pak fond ose me pak resurse mundem me kriju një zgjidhje të thjeshtë, një prototip ose një MVP. Po flas për udhëtimin, po e citoj udhë për shkak se ka qenë një tillë, për shkak se ne s'kemi pas, s'kemi nxjerrë ndaj fond të jashtëzakonshëm që më thonë me zhvillim to, ka qenë bashkimi i resurseve të ndryshme, të cilat e kanë bërë këtë aplikacion, dikush që ka ditë më shumë ka pjesa e tregut, dikush që ka ditë ka pjesa e programimit, dikush më shumë ka pjesa e UI UX edhe ka dalë një produkt i mirë. Mirë po shtyhet deri aty, pastaj vjen me dalë ma serioze, se për me pas mundësi ma shumë duhet me dalë në shtete tjera, me konë ma prezent në shtete tjera edhe ajo lyp resurset të ndryshme. Duke marrë parasysh rritjen e sektorit ICT-s në kohëve të fundit në Kosovë edhe investimet mëdha që janë të bë, sidomos në startupe edhe domethënë secili në mënyrë individuale duke tentuar. Sa po është problem a është duke u rrit edhe aspekti profesional i trive për me plotësu këtë farë zhvillim kërkesë? Po ka zhvillim, për shkak se sektori ICT-s është janë rrit kërkesat, janë rrit se shumë kompani tash nëse i shohim këto që janë rrit më shumë kanë qenë disa ose që kanë ofruar shërbime, shumica pe Kosovës por ofrojnë shërbime në fushën e ICT-s. Të u rrit kjo pjesa shërbime, pra nëse i mbo për shkak shërbime të zhvillimit softverik, këto kompani ngadalë kanë filluar dhe kanë bërë një produkt ose kanë një produkt anash të cilin e zhvillojnë ngadalë sepse tash, më thonë, përveç shërbimeve që rrit pi Kosovës, rrit edhe produkte ndryshme të cilat janë suksesshme jashtë saj, për shembull kemi produkte si Taive që ka një chip, më thonë që është një produkt
I prekshëm mirë, po shumica këtë shërbimeve banë prej Kosovës sa përket customer experience edhe zhvillimit të produktit. Po pra kemi, më thonë, që është të zhvillu sektori është se është ke pjesa shërbimeve, po tash kemi fillu me produkte cilat shërbejnë diku jashtë dhe gjithë kjo puna tjetër bëhet për Kosovës. Talenti njëtën ku po zhvillohet po shofën për shembull si në sektorin e edukimit publik edhe në privat. Për shembull për shkak të zhvillimit aq të mirë të sektorit ICT se shohim se gjithë edukimin këtë sektor është ecë shumë më mirë se sa të tjerët, për shkak se është presioni pak më i madh për sektorit të suksesshëm. Kërkesa faktikisht është më e madhe për këtë sektor. Por profesionalizëm gjithsesi, për shkak se tash ke parasysh je një kompani e vogël ose një agjenci kosovare që je t'ju ofru zhvillim, je t'ju ofru shërbime kompanive të mëdha ndërkombëtare. Për shembull, për Kosovës kanë njerëz klient, kompani të mëdha për shembull BMW ose Google ose Microsoft, këto kanë njerëz ose individ ose kompani të cilat i shërbejnë për Kosovës tash me ndo nivelin e profesionalizmit që dush me pas me i shërby këto kompani gjigante, mos të flasim për tjera që hala kanë ashta do më thonë me punu me ta dush ta kesh një nivel më të lartë profesionalizmit, kështu që jam po vynë edhe kjo po ka nevojë do më thonë që edhe student prej fillimit ose gjithë ky sektor me qenë më profesionist për arsyet e kujna po i shërbej. Gëtuar ti je angazhuar edhe me një grup quajtur Google Developer Groups Kosova. A ka mundësi me na tregu pak për këtë grup edhe aktivitetet? Ju mani edhe organizimet, konferencave? Gjithsesi. Ky grup ose me përmend ashta këtë projektin e fundit cilën kam punu, cili është quajtur Private Sector Partnership to Strengthen Higher Education, që në shqip i bjen partneritetet me sektorin privat për me forcu arsimin e lartë në Kosovë. Ky projekt ka qenë i mbështetur prej USAID, i udhëhequr prej Universitetit të Ajovës, Universitetit Shtetëror të Ajovës dhe Kosovo Education Center në Kosovë. Për fat keq, projekti është ndërprej për arsye që i dim. Çka ka ndodhur tash fundi se s'po du me hyja nej. Këtu kemi bërë disa intervenime, pra në bazë të emrit të projektit kemi bërë disa intervenime ose bashkëpunime me sektorit privat dhe institucionet të edukimit. Një intervenim që e përmendet është mbështetja e komuniteteve të udhëhequra nga studentët ose klube studentore, sido që t'i thuj. Qëllimi ka qenë që me ndihmu studentë cilët po kanë interes me bëjë iniciativa të ndryshme ekstrakurrikulare në universitetet e tyre. Janë themelu klube të ndryshme në sektorin ICT-s dhe të agrikulturët. Në sektorin ICT-s me përmend dy që përmendem më shumë që janë të lidhuna me këta gigantet e teknologjisë botnore. Një është AWS Cloud Club, apo klubi i Rave Cloud Storage i Amazon Web Services, që është dege Amazonit, ku ofrojnë shërbime në cloud dhe në DevOps Engineering. Këtu si klube studentore, më thonë, janë të lidhuna direkt me këto kompani, apo ma pjesën me departamentin e tyre që është për shkollën. Këto kompani japin zakonisht ma shumë që është me thonë resurse për studentë dhe për profesionistë që me mësu teknologjitë e tyre, cilat ata janë edhe lider në treg, për shumë në këtë rast e AWS. Tjetër grup që është formu ka qenë Google Developer Groups Kosova, që është një grup i më thoni tash local chapter apo një kapitull lokal i Google Developer Groups, që është pjesë e Google, pra që e pjesës prapë dhe këta të edukimit dhe zhvillimit. Na këtu kemi pas mundësi me organizu nështë një event që e kemi me veqo, është Google DevFest Kosova, që është zhvillu me 7 dhjetor 2024 në FIEK, në Universitetet Prishtinës. Kemi pas 10 falës, 3 prej tyre që kanë marrë workshops, punëtori shumë, më thënë, praktike, dhe tjertë kanë bërë prezentime ndryshme. Një ka qenë dhe prej Google, një Benjamin Richter, i cili ka bërë një prezentim për Google Cloud. Kjo pjesa e cloud tash si në AWS, shumicën e vendet botës ka nisë me u rrit kjo lufta, themi, mes të në ofruzve për me marrë treg ma shumë. Për shkak se përpara kemi pas servera, gjithë që ka ushtrujt në servera lokal, tash gjithë që ka dalë në këto në cloud, dhe tash normal që kemi
tre kompanitë kryesore që konkurrojnë në këtë rast. Kjo është mundësi e mirë për studentë, kemi pas mundësi që kanë udhëheqë dhe që bashkë me ta kemi organizuar këto evente, po këtu ka qenë edhe sektori privat i angazhuar dhe është i angazhuar si sponsor, vlen Theket Raiffeisen Tech që ka qenë sponsor ose mbështetës, pastaj kompania Taktika, edhe kompani tjera cilët kanë suportu këto iniciativa, edhe tash po vazhdojmë, pa më parasysh në mars kemi pas një event për gratë në teknologji, për gratë inxhiniere, dhe pastaj do të vazhdojmë tash me këtë vit me kjo është mundësi e mirë me pru shumë njerëz prej Evropës, eksperta të këtyre teknologjive dhe njerëz që punojnë në Google me me pa Kosovën edhe normal me bë lidhje shumë të mira me botën ndërkombëtare. Këtu deshta të ndalem, a është çdo vit organizohet kjo? Po. Si është puna Ky grup është themelu si vjet në maj. Më fal, domethënë vjet, po vjen 2024 në maj. Në dhjetor është bëha eventi, pra Google Dev Fest Kosova e parë, edhe si vjetë po planifikohet prapë në nëntorës në dhjetor, po mendojmë qatë mesin fundin nëntorë, ta shofim tash, ku do të ketë natyrisht falës nga Google, nga dhe njerëz që janë ekspertë të teknologjive të cilat i krijon Google. Faktikisht, gëtuar, pasi edhe emisioni është edhe qëllimi i emisionit është sa më shumë të informojmë të rit. Si është, që do të aplikohet për marrë pjesë në këtë event? Po, zakonisht të evente na i bën na përcjellën në media sociale, si në Instagram, si në Facebook, si LinkedIn, Google Developer Groups Prishtina, apo AWS Cloud Club Prishtina, edhe AWS User Group Kosova tash është një event tjetër që po vjen në fund në 16 prill, ku do të kemi një person që vjen pra nga AWS zyrja në meni, ku do të flet për trejat e kësaj kompanie që i ka bën teknologjitë e veta. Tash po flitet shumë për AI, kështu që gjithë ka AI, domethënë artificial intelligence, që shumica janë të fokusuar në atë. Edhe kjo është një mundësi e mirë që na pi Kosovës me pas qasje të parë dhe me taku njerëz që punojnë këto kompani dhe me pa mundësitë se çysh me mësu sa më shumë për këto teknologji që janë domethënë që përdoren gjithandej edhe me bë shoqëni me njoft njerëz nëpër Evropë që janë udhëheqës të zhvillimit të teknologjive dhe pse mos më pas më shpesh kënaqëna dhe me ndo një uri me trit tonë që mësu më shumë këtë sektor. Gëtuar ty të ka rap pjesën më të madhe tash kohëve të fundit më marrë me student. Edhe si është përshtypja jote për studentët tonë, për trit tonë? Po, të student është kjo, zakonisht duhet të mësojmë jo vetëm prej shkollës ku shkojmë, duhemi me dalë pak jashtë kurrikulis mrena që kemi. Unë personalisht më ka ra me mësu shumë prej aktiviteteve ekstrakurrikulare dhe një pjesë të madhe çfarë do suksesi që mundem me thonë ja dedikoj asaj për shkak se na që ka mësojna ose si student është pjesa teorike zakonisht në Kosovë shumica universitete më shumë kjo pjesa teorike. Kjo pjesa praktike pak mungon edhe duhet si student me dal pak me bë pjesë këtyre klubeve si përmenda për shembull me dal me marr pjesë në evente të ndryshme që organizohen, për shembull na kemi organizuar workshops të thash punëtëri shumë praktike, ku student kanë ardhur dhe kanë mësuar një stand specifik teknologjisë. Ka pas konferenca si Google Dev Fest, ku kanë ardhur njerëz kanë prezantuar treja interesante në këtë sektor. Paneli diskutimi, takime, ku studentët me network më rrjedzu me njerëz të ndryshëm, s'do me thonë që janë këtë dhejtëshe ose aja ose çfarë do nota që i kanë studentë në fakultet, është një ekosistem tjetër, ai ekosistemi i brendshëm i edukimit, edhe ekosistem tjetër është ai industria. Prandaj ne student duhen sa më shpejt pa marrë parasysh çfarë do institucioni edukativ shkojnë, çka do të qenë të studiu. Duhet për fillimit për vitit parë së dytë me nisë me komuniku me sektorin cili ka më të marrë në punë për shkak se është ma kollaj me u kyç kur të kryet fakultetin. Na pak punojna në bloqe për të kryet fakultetin, ja, tani merrna me këto sana tjetër, po shumë mirë. Sa të mirësh me këto tjera ti teknologjia ka ecë. Po se nuk është as ose universitetet më të mira në botë nuk mundën me përcjell zhvillimin e teknologjisë për shkak se ajo vetë zhvillohet, tash në akademikët e kanë për detyrë me hulumtu dhe me përcjell çfarë ndodh. Ka një herë akademikët vinë me ndaj zgjidhje normal, do dhe kundërta, po
në këtë rastet tona, nuk është pak problem, për shkak se sektori është i tillë, nuk është shumë i madh dhe ndikon. Kështu që duhet student vetë me bo pak ma gjendshëm, këtë rast ma gjinca, si thëjmë, edhe me dalë me u njoftu me të tjertë, me mësu në është diçka që se ka mësu ma përpara, me u taku me njerëz, me student tjerë, me u taku me sektorin, për shkak se për punës që e kemi bo në projektin e fundit ka qenë se sektori me të vërtet ka interes për mu taku me student për fillimit dhe pak mi bo një falloj kahja, për shkak se din sektori që ka vynë në 2-3 vitet të fundit. Tash me përmend përmes projektit dhe kemi pas një aktivitet që kemi bo me universitetet, me fakultetet në këtë rast, për shembull është një punëtorin editore. Kjo është përvojë ose proces që ndodh në Universitetet Amerikane dhe është bo me Universitetet e Prishtinës dhe Prizrenit. Çka ka ndodhur aty është thirrje një punëtorin editore, ku janë ftu për shembull për japi rast në inxhinieri kompjuterike, softverike, fjekut, ku janë thirrë udhëhecit e programit studimor, me ardhë me prezentu pak kurrikulen, çka po mësojnë studentët pranë dhe njëjtën kohë me ardhë dhe një 10 dikon të sektorit që janë në nivelet e si CTO apo niveli më i lartë që është në teknologji, në si pozit, pastaj arkitekt të teknologjisë, njerëz që i kuptojnë lidhjet, njerëz që në pozita shumë të larta që me analizu dhe me kuptu se ose edhe mja u shpreh tash në këtë rast, në këtë takim me diskutu shumë sinqerisht me udhëheqësit e programeve, më ju tregu se çfarë shkallësive aty në pyvyn tash. Po ndryshon tregu shumë shpejt edhe ata aty që janë të marrë me klientët ose me njerëzit direkt e dinë shumë më mirë se çka është nevoja praktike. Normal kërkesa ndryshme si shkallësit buta ose anglishtja do të na ditë shumë mirë për shkak se kujt po i shërbejmë. Pastaj shkallësit puna në grupore, puna në ekip, e tjerë që janë kërkesa. Tash ku po lidhëm të puna ekipore, shkallësit e butë, këto bënë nëse na si student, dalim edhe merrem me aktivitete ekstrakurrikulare. Edhe nëse s'ka të bëjmë me drejtimin tonë hiç. Unë si student vitin e parë në Universitetin Amerikan, ne pata fillu me disa studentë jeni klubtar të vizuale. S'kam lidhje me art, as jam artist, po kisha qef me organizoj evente dhe me marrë studenta bashk, këtë artistat e Prishtinës. Edhe bëjshim diçka interesante, dhe kemi pas një klasë të arti dhe hajde veç let's build a community, të ndërtojmë një komunitet, ulem i bashku të rina dhe diskutona për tematika. Edhe tash kjo tash, për fat mirë përmes projektit për shkak kemi pas mundësi me kriju komunitetet që i lidhen tamam direkt me çka po bëjnë studentët me studiu. Në këtë rast si Google Developer Groups, AWS Cloud Club, lidhen direkt me këtë pjesën e drejtimeve që me cilat ku studiojnë studentë e Universitetit Prishtinës për në teknologji për flasim këtë fush, që është shërben direkt me kuptu sektorin, për shkak se edhe sektori të sponsorizu, se të suportu, të mbështet të nisma, po ka mundësi me diskutu direkt me studentë dhe me kuptu një tjetrin ma mirë. Sa ma shumë aktivitetet që bënë, aq ma shumë sektori edhin çka po mësojnë studentat. Edhe në këtë rast ka mundësi me ndërhyu, se të gjona kanë ndoshë, do të thonë komunikimi me sektorit dhe edukimi, edhe sektorit e edukimit gjithmonë ka ekzistuar dhe bëhet mënyra jo formale, po është ashtu e pimun e të një kafe dhe thamë që me mësoj studentat ma shumë, që punon në grupe, se është problem. Kështu që kanë qenë nisma në aktivitetet mira, të cilat besoj që universitetet tash veç kanë me vazhdu edhe me fakultet kanë me vazhdu edhe me implementu, për shkak se është një diçka që i ndihmon edhe aty në procesin e akreditimit e tjerë, për shkak se duhet me pas një komunikim ose një komunikim të mirë fillt me sektorin privat çfarë do fushës. Betuar, këto evente organizohen vetëm në Fjek, apo mund me organizua dhe në universitetet tjera? Se faktikisht në Kosovë tash kemi disa universitete. A keni vendosur me shku dikun tjetër? Po fillimisht për shkak të punës me projektin që ka qenë, nuk është që e kemi pas me dojë mas mirë, po ka qenë bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë me dekanatin e Fjekut, edhe me natyrisht dhe në Prizren, njëtën mirë për shkak të projektit ka qenë ma e lehtë bashkëpunimi. Mirë për natyrisht është gjitha grupet, ato nuk janë vetëm të një universiteti, ose të një kompani, ose të një getarit, komuniteti është i studentëve, njerëzve cilë po dojnë me mësu diçka. Komuniteti përveç student që janë të teknologjisë, i tretë edhe tjertë me kanë pjesë në organizime, dhe dikush nuk do me thonë që ke studio shkenca kompjuterike ose diçka, ka
shumë tri që na bashkangjitë në për evente, për shumë shkolla fillore ose shkolla të mesme, që është kënaqësi me i pa. Për shkak se teknologjinë mund me fillu me mësu ma heret edhe mund me pas mundësi me punu edhe me u kyç në këtë treg shumë ma heret. Mirë po universitetet e luajnë atë rolin e tyre të jashtëzakonshëm në përgatitjen e masës për punë dhe kemi nevojë shumë. Tash për shembull Universiteti Prishtinës Fiek veç i ka rrit numrin e studentëve që i pranë programin e inxhinierisë kompjuterike, ku prej 120 është rrit në 250, më thënë prej këtij viti. Kështu që tash po rritet sektori, po edhe në njëjtën kohë oferta prej institucione edukative po rritet. Kemi edhe universitete private të cilat janë zhvilluar shumë mirë dhe po plotësohet kjo pjesë. Natyrisht ka edhe kompani të trajnimeve në lokale, të cilat po pashtu po përmbyllin këtë boshllëkun. Boshllëkun e valës. Unë një prej kompanive dhe punoj si trajner në pjesën e menaxhimit të projekteve, vetëm një pjesë të vogël në Bitrut Academy, ku ata kanë një program që është për backend ose për front-end, mëson 3 muaj, pastaj mundesh me u kyç në treg. Kështu që ka edhe kompani të tjera përveç Bitrut, të cilat janë që një kohë gjatë në treg edhe që e kanë mbush këtë boshllëkun që ka qenë. Kështu që po ka zgjidhje për shkak se sektori është në rritje, për shkak se sektori të vijnë njerëz profesionist. Do më thonë edukimin në këtë pjesë ose profesionalizmi, po ka nevojë me u rrit. Pikët edhe ka shoqëri ofrues të mirë, që po e bën një punë të mirë. Gëtuar, faleminderit shumë për gjithë këto informacione. Faleminderit për juve. Nëse ke diçka një mesazh të fundit për student, për të reja të cilët fillojnë, kjo është një pyetje e fundit faktikisht për gjithë ftuarit. Po, trit çfarëdo profesioni që e kanë, teknologjia është gjithka. Kështu që në çfarëdo sfere, si në mjekësi, si në ligj, si në sektor të ndryshëm, teknologjia ka është prezente, ka me qenë shumë prezente. Shkenca, po mendoj, inteligjenca artificiale i ka prodhu sfida të reja, që e kemi po është që më u kyç në punë si intern apo si një junior në pjesën e zhvillimit softverik është bo mas fiduese për shkak se është rrit produktiviteti përmes veglave të AI. Mirë po kjo nuk do me thonë që nuk ka me pas kërkesa, mirë po ka me pas shumë, kemi mujt një person me bo shumë punë, po kjo jep mundësi studentëve ndoshta që tash të shfrytëzu këto veglat e AI me bo produkte të ndryshme prototipe, kështu që inkurajoj studentat që veç të bëjnë diçka, të krijojnë diçka, të krijojnë një aplikacion, diçka që e shohin gjithë kena sidet ndryshme në komunitet, kështu që nësi që do të vogël të bëjnë një produkt edhe natyrisht që herën e parë dhe dytë ka më do kanë produkte shumë pa lidhje, po herën e tretë ka më do më e mirë, kështu që i sugjeroj studentat me kriju sa ma shumë se sot s'kemi pas veglat lira pa pagesë që mund me shfrytëzu për me bëjë diçka interesante dhe nuk i dihet. Kështu që veç le të praktikojnë më shumë që ato që po e mësojnë. Shkolla po ja jap qatë bazë, kështu që vetë le të shohin edhe ty apliku katë njohuri, shohin edhe ku mungesa e njohurisë, kështu që ndryshe s'kemi qysh me e marrë vesh. Shumë faleminderit Gëtuar për gjithë këto informacionet edhe për kohën që e ndavemi neve. Faleminderit shumë për juve edhe faleminderit për ftesën. Të dashur teleshikues, ju faleminderit shumë për vëmendjen. Ky ishte emisioni për sot. Ju le takim në emisionin e radhës. Faleminderit.